Do t'i vira dhe rrugës. Mi pra, në rregull. Rrugës. Shikoni, ne duhet kuptojmë diçka. Janë firmosur dhe janë 7 koncesione Duhet kuptojmë diçka, që të ecësh në vijat e bardha është edhe për spakun vetë. Domethënë, nuk cënohet spaku nga vendimarrja e gjykatës kushtetuese mas i jave kur është, sepse ajo ka konfliktin e kryeministit sa takon mund të hyjë apo gjykata në funksionet e qeverisë dhe nuk ka fatin personal një personi të akuzuar që është me një gjykatë tjetër dhe nuk, domethënë janë krejt të ndara ato, se në vjen publik konfondohen edhe. Profesor, pyetja e fundit, se jemi në limitet e kohës, pse po shitet ky vend? Cili është interesi? Se nuk ka asnjë lloj marrëdhënie transaksionale që mos ketë një raport interesi në fund. Në mënyrë të përmbledhur, mua më shqetëson fakti që në ndryshim nga vendet demokratike, vizitat e drejtuesve të lartë të qeverisë të shtetit në rastin konkret, jashtë nuk shoqërohen me nënshkrim marrëveshjesh, me transparencë dhe me mbrojtje të interesave të vendit. Për fat keq shoh një konfundim interesave të grupeve